rregulloren e kuvendit, ndryshimet në rregullore ndjekin të njëjtën procedurë që ndjekin projektligjet. Fakt që në fakt ju e pranuat sepse keni miratuar një vendim për shqyrtimi me procedurë të përshpejtuar të ndryshimeve në rregulloren e kuvendit. Më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj që në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konkretisht nenin 83.2, kuvendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose 1/5 së të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë dhe miratojë një projekt ligj, dhe në këtë rast ky projekt vendim barazohet me një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Pra, ajo që ju po tentoni të bëni sot në këtë seancë, a thua se Shqipëria është në gjendje lufte, pra mblidhemi në 10, mblidhemi prapë 12, pasi do mblidhemi prapë në orën 5, a thua se jemi në gjendje lufte, është tërësisht në shkelje të Kushtetutës. Së dyti, ju dëgjova që i dhat kohën dhe po ndiqni një procedurë të parregulluar nga rregullorja e kuvendit. Procedura që ju sapo cituat, pra që do duhet flas 10 minuta njëri dhe 10 minuta tjetri, është një procedurë që nuk parashikohet nga rregulloria. Ajo që parashikohet nga rregulloria e kuvendit është procedura normale e projektligjeve. Ne duhet dëgjojmë fillimisht propozuesin e këtyre ndryshimeve në rregullore, kemi mundësi t'i bëjmë atij pyetje, siç thot rregulloria, dhe më pas të hapni debatin parlamentar për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Kjo është rregulloria e kuvendit. Ju i përsëris, zoti kryetar, ju jeni aty për të garantuar zbatimin e Kushtetutës dhe zbatimin e rregullores. E keni nisur që në minutën tuaj të parë të ushtrimit të detyrës kryetarit me shkeljen e rregullores, me thirrjen e kësaj seance, dhe po tentoni të vijoni. Qytetarët do duhet dinë arsyet sepse po ndryshon rregulloria e kuvendit. Nuk është motiv për ndryshuar rregulloren e kuvendit që disa prej kolegëve të majorancës nuk ju gjet vend apo u zëvendësuan me anonim në Këshillin e Ministrave e duhet i gjemi vend pune si kryetar komisionesh. S'kemi ku ta çojmë Fatmir Xhafën e po miratojmë një komision të posaçëm që do na bëhet super komisioni që do mbikëqyri gjithë legjislacionin fuqi. Nuk funksion